2 persona janë arrestuar nga policia për përfshirjen e tyre në aktivitetin e paligjshëm të prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe të armë mbajtjes pa leje. Agron Tafaj, 53 vjeç, banues në fshatin Gjorm të Laçit, dhe Tyson Tafaj, 27 vjeç, banues në Tiranë, janë 2 personat e arrestuar. Këta shtetas janë ndaluar nga shërbimet e policisë në Bathore, duke qarkulluar me 2 automjete, në të cilat gjatë kontrollit u gjetën në total 4 kg lëndë dyshuar narkotike kanabis, që dyshohet se ata e posedonin me qëllim shitje në doza në Bathore dhe në Kamëz. Nga operacioni i zhvilluar, policia ka sekuestruar 12 kg kanabis, municione luftarake, granata, ndezës, minash, fitila detonator, tritol, armë të ftohta dhe peshore elektronike. Nga kontrollet në banesën e 53 vjeçarit në fshatin Gjorm u gjetën 48 bim dhe 120 fidan kanabis sativa, banesë e cila ishte përshtatur për kultivimin e lëndëve narkotike. Hetimet vijojnë për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të implikuar në këto veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprimet të mëtejshme.